ta tregoj. Lumiri vazhdon të jetë kryetari i LDK-s. 155 vota Lumiri, 142 kundër. Kjo është u kry, domethënë u kry. Okej, domethënë, nëse shkohet, veç ta përfundoj mendimin. Nëse shkohet në zgjedhje, po supozoj në vjerë se s'kemi ku shkojmë tjetër, nëse i shohim këto afatet kushtetuese, pra jam është problem që LDK-ja në çet situatë në cilën është, po një kryetar të ri ose kryetare ka më shumë me mbietu që duhet, çfarë po thon mbietu, ose me përballën një proces zgjedhjesh. Kështu që nuk e di nëse është ky rezultat, domethënë që u konfirmu që zoti Abdixhiku i ka mbietuar këtij votbesimi, prapë po thon tash që të paktën në aspektin politik, gjasat janë më të mëdha që të krijohen institucione qysh është ka nuk e di për shkak se në fillim e përmenda mungesën e qeveria në këtë rast institucionet po them, për shkak se mungesa e autoritetit të Abdixhikut në një pjesë të partisë reflekton edhe në mungesën e autoritetit të tij të një pjesë të grupit parlamentar, kanë fjalën gjithmonë të çështja e zgjidhjes së presidentit ose presidentes dhe mbetet më pa normal se çysh ka me çka ka më ndodhur, më thon. Përndryshe thirrja e kuvendit nga zoti Abdixhiku, më duket e kom thonë me para mbajtjes së kuvendit të konstituimit të kuvendit të Kosovës, ka qenë një farë shehje se megjithatë, si më thonë, mundet me mbietu edhe këtij procesi. Unë kështu kom kuptuar. Një javë përpara, domethënë nëse ti kishe kishe qenë i bindur se do të humbësh, logjikisht se ish dosh me thirr Lumiri 166 me 148. Mirë dhe që aty që aty është, së është që ka po vetëm se u kry në kuptimin që s'mundet më përmbys. Pra, Lumiri i mbjetën votimit mocionit të thirrur nga Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s. Ky është lajmi. Urime lëvizjet vendosje. Urime sa Zoti Ramabaja. Unë thash në fillim. Po ju duhet të urime, do të jetë shumë finale, 170 me 152. Çfarë, është 18 vota. Do të thotë brenda LDK-s betejë tashmë ka marrë fund e para, po tash do të ketë betejë për unifikimin e grupit parlamentar. Edhe në këtë betejë nuk do ta ketë edhe më lehtë, madje ndoshta edhe më vështirë se sa kjo betejë. Sepse aty mjaftojnë 2-3 vota në rast se mungojnë dhe vendi shkon pastaj në zgjedhje tjera. Në rast se nuk do të rrinte në kuvend AK-ja. A është ky sa do lajm më i mirë për vetvedosjen, a lajm më i keq për përparim Ramën? Unë mendoj që ky lajm është më i mirë për Kosovën për këtë moment.